Leximi referohet dashurive të thyera. Çdo person mund të shikojë dhe mund të ndjejë leximin, të ndjekë fjalët dhe mesazhet që mund përcjell ky lexim. Unë shikoj dashuri të shkëputura, dashuri të thyera, dashuri të dëmtuara. Ka shumë kohë, në shumë pjesë kohë, ka qenë dashuria e ndërlikuar, ka ecur deri disi, është ulur, ka pas luhate, ka pas ngritje, ka pas ulje. Gjithsesi, e shikoj personin që është larguar nga jo, e shikoj person që ju keni pasur dhe lidhje dikur më parë dhe e krahasoni, bëni balancimin e lidhjes së parë me lidhjes së dytë. Njëkohësisht shikoj tek ju që është një forcë e errët ose si persone të ri që vjen tek ju ose ka ardhur të shfutur brendësinë tuaj, dhe kjo pjesë forca dhe kjo pjesë pabesie, kjo pjesë qërlize e errët që është ndodhur tek ju, e shikoj që është pezullu dhe dashuria dhe ecuria dhe fjala dhe mesazhet dhe takimet. Në këtë kohë ju duket bota shumë e errët, në këtë kohë ju po vuni shpirtërisht dhe sado që të ndriçoni ose mendoni që kanë ecur deri diku, imagjinoni fjalët, imagjinoni dashurinë që keni pasur, imagjinoni edhe sakrificët që ju keni bërë, kohën e pritjes të personit, kohës të harxuar me personin, dhe njëkohësisht shikoj që keni dërguar dhurata ose më saktë e keni vlerësuar personin, dhe kjo në këtë kohë situata është shumë e vështirë dhe është domethënë e pezulluar tek ju. Ju kërkoni zgjidhje ke pezullimit të dashurisë. Shikoj sepse tek ju shikoj disa persona që po e masin dashurinë me pjesët e universit, po e masin dashurinë me kohën, po e masin dashurinë në pjesët e simboleve të tyre, dhe parapëlqejnë ose vendosin që të kenë një ndryshim. Po ndryshimi sado që e vendosin, do vinë në kohën e duar, jo në këtë kohë. Në këtë kohë nuk shikoj ndryshime, shikoj vetëm me imagjinatën tuaj që mendoni që do ta ndryshojnë në këtë lloj pozicioni, do ta ndryshojnë në këtë lloj faze. Unë shikoj që tek ju duhet të përdorni meditimin shpirtëror, duhet të përdorni, domethënë plus meditimin, duhet të përdorni fjalët magjike, tërheqet tek personi, sepse unë shoh largësi dhe shoh një pjesë ndarje mes jush. Sa për përket, është diçka si e ftohtë mes jush. Sa për përket dashurisë, është i dashuri juaj për një pjesë dashurie, sepse nuk është vetëm për të dashurin, është edhe për të dashurat. I dashuri juaj është një lloj dileme dhe është si i lodhur dhe është si i mplakur në mendime dhe është dhe i akullt. Po mendon vetëm për vetveten, nuk ka, domethënë se po jep një motivim vetvetes dhe po jep një mesazh drejt jush. Më tepër po mendohet, është pak si i lodhur, i duket vetes sikur është plak para kohës dhe çdo gjë është e mbyllur tek ai. Shikoj që ju duhet të zgjidhni një lloj problemi te ky person, ose mund të shkoni ta takoni, ose mund të ta nxirrni nga ky lloj gjendje që është, sepse shikoj person në varësi, është i varur nga një lloj nga pija ose nga një besë që e bën atë të varur dhe nuk ndjehet mirë, dhe në këtë kohë nuk po e përcakton as dashurinë dhe çfarë faze mund të jetë dhe çfarë duhet të përdorë në dashuri. Shikoj që ju keni një ndryshim shumë të bukur, keni ecuri dhe keni rrugëtime të reja tek dashuria. Kjo ndodh shumë shpejt brenda 20 ditëve, brenda 20 orëve, ju keni mesazhe, njëkohësisht mesazhet janë të papritura, me një lloj pozicioni që personi është i larguar dhe ju jeni i larguar njëkohësisht. Pritet për disa persona, në fjalë varet se kush personi ndjek këtë lloj mesazhe, jo të gjithë, dhe tash e shikoj që shpejt merrni një mesazh, keni një lidhje, keni një pajtim ndaj personit dhe keni një rrugëtim. Rrugëtimi është i përbashkët, mund të shkoni udhëtim me personin, mund të jeni me një vend të përcaktuar, mund të krijoni diçka të bukur. Po, ju jeni domethënë e plak në dashuri, keni shumë projekte përpara vetes, ose fjalë ose imagjinata,
keni marrë, do ta merrni këtë vendimin pa pyetur askënd, pa idenë askujt, sepse keni kohë që e prisni dhe keni qenë e humbur. Tash kërkoni dritën e universit. Sa për i përket personit mashkull, dashurisë tuaj, është person që është pak këmbgurës, është person që do të sundoj gjithmonë fjalët e tij. Njëkohësisht jeni ju që duhet të veproni sipas fjalës të tij, sepse fjala e tij është vendim për vetveten dhe për ju. Në qoftë se ju nuk shkoni pas fjalës së tij, çdo gjë është e shkëputur. Ju po finalizoni, domethënë jeni edhe mërzitur, doni diçka që ta keni personale, e shikoni veten si më e bukur dhe më e mira, domethënë si kartolina, vendosni domethënë një pikpyetje në veten tuaj, ju keni numër shifror 11 dhe shikoj që doni dhe shpejtësinë, doni dhe takimin, doni dhe shanset në avancim, doni dhe aprovimin. Keni 3 kërkesa brenda vetes. Ju duket vetes jeni plotësuar në shumë anë, në shumë pjesë, jeni kompletuar, jeni domethënë duke në shumë performanca, jeni duke ulur me një lloj petë ku lulesh magjik dhe njëkohësisht prisni personin në fjalë. E shikoj personin në fjalë është shumë i mërzitur dhe nuk parapëlqen vendimet që ti jep, po gjithsesi vjen drejt jush të komunikojë dhe të gjejë një gjuhën e duhur tek ju dhe të vendosi. Kur të jetë mesazhi në dashuri tek ju që vjen. E shikoj që ju po në të pozicion që jeni, mendoni të lusni vetveten ose të lusni sikur të lusni universin, të bëni meditimin dhe të kërkoni zgjidhje në univers. Jeni në formën e fluturës që shikoj që keni ndryshime, të përdorni shumë arsye, shumë domethënë pjesë që të përzidhni fjalën që si personi të jetë drejt për drejt me ju, në shumë vepra dhe në shumë vendime. E mendoni gjithmonë që dashuria ke mua nuk do vlej, është akoma ndarje. Nuk duhet, sepse nuk e shikoj që ju duhet ta mendoni këtë gjë, unë nuk shikoj ndarje, po shikoj që ju duhet të përballni me pjesën e ndarjes, të përballni me personin që është ndarë dhe të përballni dhe ju do keni shumë ndryshime, pavarësisht se ka 2 arsye të forta personi mashkull drejt jush, po gjithsesi unë e shikoj që ju do keni një pajtim. Pajtimi do jetë shpejt, do jetë pajtimi, po do jetë me kushte pajtimi ndaj jush.